بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن أو خاتم الحديد وغير ذلك من قليل أو كثير واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به. Mehri lejohet se tjetë mësim Kurani ose sure në Kurani, qoftë dhe një unaz e thjesht hekuri, e kështu me radhë pak ose shumë. Megjithëse më e mirë është tjetë 500 dirhem për atë që i ka mundësi. 500 dirhem, më thënë, afërsisht sa që obligohi zekati në atë kohë, pra zekati sa është? Zekati është 85 gram ose 200 dirhem, ka qenë në atë kohë flasë. 85 gram flori ose 200 gram argjend. Nga që në atë kohë argjendi ka pas vlerë, pra konsideroj si diçka e fuqishme në treg. Më vonë pastaj argjendi ka dalë nga tregu si monedë, po në atë kohë kështu ka qenë raporti. I bie që të qenë raporti afërsisht 1 me 7. Sepse 85 gram obligohen ari, se ka të karatës, dhe 590 gram obligohej argjendi. Kështu i bjerë afërsisht të bëjë. Të temi 600 për 85, sa i bjerë. Më pak se 7-6 pikë, i shkajtë, veç e raport. Pra 500 dirhem, i bjerë gogja. 500 dirhem i bjerë gogja. Po ta krasësh me vlerën e dirhemit në atë kohë. Me vlerën e dirhemit në atë kohë, 500 dirhem, sa i bie në këtë kohë? 600 gram. Atëherë bjerë 600 plus 600, 1200, kile e gjusë, afërsisht, argjend. Istihab thotë, do të thonë është e pëlqyeshme, por nuk është obligative, është e lirë situata. Pra, një grua erdhi tek pejgamberi Sahel ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu, erdhi një grua tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "O i dërguar i Allahut, unë dëshiroj të adhuroj veten time ty." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa dhe nuk deshi ta vazhdoj thotë si muhabet. Njëri prej sahabëve tha: "O pejgamberi i Zotit, nëse ti nuk e dëshiron ta vazhdojsh këtë muhabet, atëherë ma dëshiroj të martohem me këtë vajzë ose me këtë grua." I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ke ti çfarë paguash? Ke mehr, ke dhuratën martësore me dhon?" Ai tha: "Jo, pasha Zotin, o i dërguar i Allahut." I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Shko tek shtëpia jote dhe shik çfarë mund të bësh diçka." Shkoj dhe erdhi tha pejgamberi i Zotit, shkova dhe s'kishte gjë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Undur walau khataman min hadid." Shko, qoftë dhe një unaz hekuri, pra më kuptimin qoftë diçka thjesht për shenjë. Tha pejgamberi i Zotit: "As atë nuk e gjej dot." Pra, si do thonë, as atë nuk ka. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Madha ma'aka min al-Quran?" Sa di nga Kurani? I tha ai: "Kam mësuar filan sure, filloi të përmendi surë që ti të përmendesh." I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "I ti përmendesh?" Tha: "Po, përmendesh." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Atëherë tha,
po të martojnë me të që ti mësosh ato sure që ti di nga Kurani. Këto lind një pyetje e thjeshtë. Ku është babai i vajzës? Ku është prindi? Leja e prindit? Pejgamberi sallallahu është mbi gjithçka. Pejgamberi sallallahu ka thënë ana lakum kal walid. Unë jam rolin e prindit, babait për çdo musliman dhe muslimane. Që ardhja e saj të pejgamberit sallallahu do të thotë se dhe këtu është argumenti por nuk ka veli ose kur veli ka luajt menç, pra me kuptimin nxjerr kushte ka dhënë kot, e pengon vajzën pa arsye të drejtë. Atëherë ikën ati e drejta e kujdestarisë dhe kujdestaria kalon tek dikush që është kompetent, siç është muftiu apo kadiu. Në këtë rast, pejgamberi sallallahu kishte rolin e udhëheqësit, e si pasojë kur një kujdestar nuk është korrekt në shkakun e ndalesës së vajzës, kur kërkohet dorë nga një njeri që është tamam korrekt, atëherë i bie atij kujdestaria dhe kalon tek të tjerët. Kalon nga babai për shembull tek vllai, nga babai tek gjyshi, nga babai tek xhaxhari. E nëse s'ka ose janë gjithë lujt menç, atëherë kujdestaria kalon tek kadiu, kalon tek udhëheqësi, tek i pari, siç funksionon. Dhe ai pastaj e bën atë nikah, e bën kadiu ose e bën udhëheqësi ose e bën. Po kur nuk ka për shembull muftiu, por kur nuk ka, atëherë imami ose territori i qendrës islame ku ta njerëz, më thon, frekuentojnë. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو بشار. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tërgosë e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa shenjat tek Abdullah, tek Abdurrahman ibn Auf, i tha, Abdurrahman, çka ka ndodhur? Tha, e martu, tha Pejgamberi i Zotit. E martuar, tha, dhe i kam dhënë për dhuratë sa një bërtham florini. I tha Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu të dhënë marsi dhe bereqet në këtë martesë që ke bërë, po bëje qoftë edhe një kurban. Pra bëje një kosti qoftë edhe në një kurban. Në watë ose bërtham, dikush ka thënë komente nga më të ndryshmet, dikush e ka komentuar 5 dirhem, dikush ka thënë është një uqije, dikush ka thonë 40 dirhem. E rëndësishme diçka e thjeshtë, diçka e thjeshtë. Pra ideja kush është? Ideja është që mehri është pjesë e nikahut. Që një nikah të jetë i saktë duhet plotësoj kriteret e mëposhtme. Pranimin, pëlqimin nga ana e djalit dhe vajzës, pëlqimin nga ana e prindit ose kujdestarit, prezenca e 2 dëshmitarëve minimalisht, nëse nuk janë 2, duhet jetë një burr e 2 gra, dhe mehri. Në mehr ka i farë tolerance, nëse s'përmenet. Pra u bon gjitha po s'përmen mehri. Tu shkohet tek tradita dhe zakoni. Nëse nuk përmenet mehri, shkohet tek tradita dhe zakoni. Ç'është tradita dhe zakon? Vallahi tradita dhe zakoni është i blehet, për shembull, naz, florini, i blehet vat, i blehet i varse. Atëherë rrihet kjo. Vallahi tradita dhe zakoni është si bën to adetet, dëgjon. Okej. Pra kthehet nëse nuk përcaktohet mehri, kthehet në traditën dhe zakonin e familjes. Pra nuk merret për shembull dikush larg, po gocat e këtij fisit, çka kanë marrë zakonisht si dhuratë martesore kanë marrë këtë gjë, atëherë ecet me të njëjtën linjë nëse nuk përcaktohet. Pyetje tjetër,
Nëse përcaktohet mehri, mirë po, nëse nuk përcaktohet mehri, nëse nuk përcaktohet mehri, nëse përcaktohet mehri dhe nuk i jepet, për shembull, u bën mehri, po nuk u dha. Kur janë dakord për një mehr të caktuar, po nuk u dha mehri. Cili është gjykimi? Ky mehr mbetet borxh kurriz personit. Mbetet borxh kurriz të tij. Është gjynofçar burri nëse nuk e jep mehr. Po mirë, nikahu ose dasmë, ose martesa është e saktë. Ekstreme, po themi, nëse nuk jepet mehri, martesa është e saktë, por personi që nuk e jep është gjynofçar, është mëkatar tek Allahu xhelal, pra mbetet borxh në kurrizin e tij. Wallahu ta'ala, sot e të mësmirë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.